Sektori për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Shkodër dhe Seksionin e Mbështetjes Operacionale në vijim të punës për goditjen e paligjshmërive, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, organizoi dhe finalizoi operacionin policor të koduar Rent House. Si rezultat i këtij operacioni u zbulua një apartament në rrugën Kardinal Mikel Koliçi, ku ushtrohej prostitucion. Në kuadër të operacionit u arrestuan 2 shtetas, u kapën në ambientet e apartamentit, konkretisht shtetësja braziliane me inicialet DG 23 vjeçe, e cila kishte marrë me qira apartamentin dhe kishte përshtatur për ushtrimin e prostitucionit dhe shtetasim inicialet HH 28 vjeç. Gjatë veprimeve procedurale u dokumentua aktiviteti i lojrave të fatit. Gjithashtu referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një 34 vjeçare, administratorja e apartamentit për veprën penale, mbajtja e lokaleve për prostitucion. Në drejtimin e prokurorisë vijon puna për dokumentimin e rastit dhe identifikimin e shtetasve të tjerë që mund të jenë të përfshirë. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë Shkodër për veprime të mëtejshme.